mandatin 2021-2025, betët i vendosur të kontribojnë me seriozitet për zhbllokimin dhe tejkalimin e kësaj gjendje në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit. Bartja buxhetore e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025 mund të paraqet një zgjedhje të përkohshme, por është e domosdoshme të dihet nëse kjo bartje shërben si mundësi për të rikthyer shërbimet esenciale në kryeqytet, siç është transporti publik, të mbuloj shujtat për fëmijë në kopshte dhe në shkolla, të paguaj borxhin për mbeturinat që tashmë i kanë paguar shtetërorët, por ndërmarrjet publike kanë obligime të pashlyera nga komuna, dhe të siguroj pagat për punëtorët të ndërmarrjeve publike. Për këto dhe bodet e tjera që janë në dobi të qytetarëve të kryeqytetit, grupi Partisë Demokratike të Kosovës do të votojë në këtë seancë. Konforcia dhe përplasjet politike nuk i zgjedhin problemet e qytetarëve. Përkundrazi i rëndojnë ato. Në dëshkimin një qytetit të